Edi Rama u largua, nuk është më kryeministër. As Erion Velia. Na. Edi Rama nuk është më. Surati jot nuk është. Po Edi Rama këtu. Po Edi Rama Jo, sa vite ka Edi Rama në pushtet? Sa vjet ka dhe... Keqen Edit edhe Erioni ba. Edi Rama si bëni marshamat. Po në djale nuk more veshti sa herë të rrava deri atje po. Akoma kërkon të rriesh ai di. Jo, unë duj mendim brenda. Pse është më mirë Edi Rama se sa Berisha? Sepse i takon. Jo, po s'pa të rrave, pa të rrave. Edi po ta po Edi po ta A bëllë gojle. Edi Rama këtu. O të fshiftë me gjithë Berisha dhe me një suratin tanë. Miq të Piskut, ju përshëndesim, uroj që t'jeni mirë dhe e ritheksojmë gjithmonë që është shumë e rëndësishme që t'jeni mirë dhe t'i japim, t'i shpërndajmë energji pozitive njëri tjetrit. Sot kemi një njeri thjesht dora jonë që mundohet të shpërndaj her pas here edhe ai energji pozitive, jemi njohur rastësisht. Kemi gjetë atë lidhjen tonë nëpërmjet online me gjëra që bën. Kështu më mo. Jo. Me të përplasme. E ke po fikse si dashi, dasheu, I pashi video të lezetshme sot për zotë e vdiqja. Nëse po e pyshin ku diun. A do bëhet prap ç'a mendon ti po bë prap Berisha kryeministër. E tha po ç'a pa dy herë mo që do shihni mo. Bosi puna sa e shprehjes. Bëj një herë nuse, tregoj si nusroj. O bëm dy herë që të martohet për herë tretë. Nuk ka çasil tjetër mo ajo. Se ka nevojë për prezantim, jemi me Marin Hoxhën. Ka nevojë. Realisht po, nëse kjo biseda jonë është një bisedë shumë e thjeshtë dhe unë si Altin kam shumë dëshirë të njoh më shumë për Marinin, ndryshe nga ata se shkafitet nëpër media, ke qenë pjesë e mediave, të kanë ftuar, pas bumit që ke pasur, ke qenë, unë do të konsideroj që ke qenë njeriu më viral i rrjeteve sociale dhe ti ndoshta e thu më mirë edhe nga ana e artit, plastikën pra, ose mimikën, gestikulacionet, gjitha këto i ke shumë të veçanta, çdo personazh që ke bërë, ka qenë nuk ka qenë përsëritje, nuk ka pas asnjë moment të reagimit të që të ketë qenë përsëritje. Faleminderit. Dhe vlerësoj shumë, bëhet qefi që më thon njerëzit edhe ma thu dhe ti, ku diun, nuk e di, ndodh natyrshëm në plastika, si mendoj gjona, thjesht vijnë veprimet natyrshëm, ndodhin, por më ka befastuar me thon drejtën kjo pjesa e dashurisë që ka marrë në rrjet TikTok. Shumë, nuk e prisja. Por ku ke qenë më parë, mëse kjo më ka bërë përshtypje më. Domethënë, se shumë personazhe, një ndër to që ti je në bumin e asaj gjës, domethënë, virales dhe të pjesës që është shumë e bukur dhe fine dhe ke krijuar tamam atë përqafimin e njerëzve që të kanë pëlqyer dhe të vlerësojnë, edhe nuk ka banalitete, nuk ka gjëra që të jenë të skenuar, thjesht ka ardhur me pëlqyer dhe disa për personazhe që unë kam pasur në terren, ti edhe i ke bërë në atë formën tënde. Po, ka qenë Këzja nga të tuat, nuk e di, me thonë drejtën se mund të kem kap shumë, po Këzja që ka qenë në kryevepra. Ku ke qenë më para TikTokut, kjo është e pyetja, kush është Marini? Po, para TikTokut unë jam marrë me aktrim, unë kam kryer trajnimet e mia si aktor në Londër, her pas here. Po, kam qenë vajtje ardhje, që atë kohë që kryeja studimet për inxhinieri kompjuterike, cilën e kam mbyllur si shkollë. Unë shkoja në Londër her pas here gjatë periudhës pushimeve verore ose në dhjetor kur kisha një hapësirë kohore që ma lejonte, sepse nuk doja ta lija pasionin pa, domethënë ta lija mbrapa, edhe i gjemova. Akademinë e Arteve nuk e kryeva këtu. Ishte zgjedhje personale që ti bëja jashtë. Nuk është se ke pasur ndonjë tentativë që të futesh e konkurroje në Akademinë e Arteve këtu? Jo, nuk e kam. Gjithmonë është lakuar ajo që është shumë vështirë të futesh në Akademinë tonë të Arteve. Nuk e di me thonë drejtën, nuk komentoj se s'ja kam ide. Nuk e kam provu. Ka qenë zgjedhja jote pra që mos ta bësh në Shqipëri për ta. Po, ti merrja eksperiencat nga jashtë, domethënë në kohë të shkurtër, po më intensive. Gjë që besoj se më ka vlerë, më ka ndihmuar goxha për të fituar audicione, për të fituar projekte, ndoshta edhe ke pjesa e aktrimit që bëjnë TikTok më ka ndihmuar. Ka ndihmuar, pra ka të bëj, shkolla është shumë e rëndësishme. Normalisht, domethënë, okay, nuk është se po përdor zërin tim TikTok, po ato audiot dhe soundet që i marr, mundohem që t'i parafrojmë sa më shumë ndjesisë
personit që e ka thonë llafin atë moment, e kupton? Do të jesh sa më real. Unë kam provuar me një pjesë shumë shkurtër. Jo atë që bën se s'kam tentuar asnjëherë që të bëj këtë siç ka bërë Marine edhe shumë, se janë edhe disa personazhe të tjerë që bëjnë këtë edhe ka edhe nga ata që bëjnë edhe mirë, por gjithsesi bën atë në formën e vet është për të vlerësuar. Po. Ajo futet me aq sa kam eksperiencë në marr guximin për gjithë ju që na ndiqni ose jeni ekspert ose profesionistë të kësaj gjëje, me aq sa e kuptojmë futet pak tek pjesa e dublimit. Pra është një zhanri më i vështirë, le të themi, i fushës së artit të aktrimit. I ngjan dublimit. Ndoshta është dublim, ndoshta i kthym me kokë poshtë. Me kokë poshtë. Por ka është i parafshëm se ti mundohesh të shkosh me lëvizjen e gestikulacioneve të aparatit gojës, domethënë, ti të shkosh audios tjetrit, zërit të tjetrit. Duhet të rikrijosh të gjitha, edhe unë kam një dëshirë që të shkoj sa më pranë perfektës, edhe kur dal video, domethënë kur dal video nëpër TikTok, duhet që edhe syri im në atë moment, edhe pse nuk janë fjalët e mia, të tregoj që unë po e përjetoj atë gjë. Edhe hedh shumë video poshtë, derisa ka arrit gjendjen emocionale. Kjo do e dile. Pra, ti për të krijuar një video, një personazh, sa kohë të merr? Nuk e, si pyetje ma kanë bo, por nuk është se mas. Ka raste që, ka raste që jo, mos e hiq për marr. Mos e luaj. Ka raste që më shkoj 1 orë. Ka raste që më shkoj 3 çerëkore. Ka raste që më kalojnë 2 orë. Bëhem shumë djerës derisa acarohem. E ngacmoj veten në mënyra të ndryshme. Për shembull, t'jap një shembull. Ke videoja që bëre Blendi Fevziut që nxefe me pusho. Po, e vjetra që e ke kthy prapë. Po. Ajo shkoi goxha mirë, u bë virale mbi 20 ca gati 30.000 like, edhe po doja ta acarohesha me vërtet. Edhe nuk po e arrija. Okej, po acarohesha, po nxefesha. Imagjino ka shkuar aktrimi në më real se sa i reali i Fevziut. Edhe gjithë ata që pyesin te videoja nëpër komente që ore e bë qull djersa ke hodhur kanë qenë djers. Ka qenë djersa. Kanë qenë djers. Djersa e kanë vënë re edhe unë atë pjesë. Po, mos e ke bërë për efekt, por me qenë sa më real. Ka qenë kmisha qull djers. Qull djers kmisha, sepse unë që ta acarohesha akoma më tepër, e neza kondicionerin edhe çova maksimum temperaturën. Edhe ishte shtator, nuk ishte ik akoma vapa, edhe doja që ta ngacmoja veten deri në pikën që nuk maj më, se tash do më ndihmoj me personazhin. E nisa kondicionerin e bona dhomën furr, derisa të shpërtheja. Imagjino ti me këtë që po thua, gjithë këtë procesi që je fut ke gjithë funksionalitetet e të bëhet një rol në një pjesë caktuar, film ose ku diun. Po, ashtu i trajtoj edhe videot. Ashtu i trajtoj edhe videot e TikTokut, njësoj, po me të njëjtin seriozitet. Edhe ka raste që ka shumë ditë për shembull që nuk e ndjej veten mirë emocionalisht. Po, edhe nuk po njerëz. Sado që mundohemi të bëjmë diçka, të sjellim një frymë tjetër pozitive, si jemi njerëz. Edhe ndoshta bëjmë njerëzit me qesh për herën TikTok, po ka herë nuk kena nerva edhe vet. Na boni Allah. Nëse na ditë mungojmë ose kemi punë. Po jo, realisht ta kemi ndjer mungesën, nuk është si ke qenë shumë produktiv, por ne te kjo do dalim se ka diçka shumë të rëndësishme, si sa, është edhe shumë e rëndësishme për Marinë si ka krijuar një rreth tjetër që njerëzit të ndjekin, vlerësojnë, por këtë do ta shpërblej me një projekt tjetër që shumë shpejt në 13 mars do të jetë premiera e një filmit mrekullueshëm që pas pak do të na shpjegojë edhe Marini, siç është Udhëtim në pranverë. Po. Marin, përveç pjesës TikTokut, më the pak më parë që ke pas projekte tjera, tentativa tjera, se kjo nuk është si ty ta solli TikToku. TikToku është një platformë që të bën viral. Edhe mua më ka bën viral për sa i përket. Unë sillin kam YouTube-in, platformë shumë e mirë, do ta them. Shumë e mirë, nëse e përdor për të çu gjona të mirë. Po. Domethënë, ka keq përdorime, po mos i fuzim gjithë me i thes, se është gjinof që ti e unë edhe kushdo tjetër që po mundohet për mirë të kanalizohet, domethënë quhet pjesë të keqes, ti rrugaçit që thon, po si u tha lart e poshtë, le dalim pak edhe kjo temë, po si rrugaçi lart. Çfarë mendimi ke për këtë që thonë që jo të mbyllet, jo po është ai që rrugaçi domethënë që keq edukon rinin sot. Tani rrugaçi lagjës nuk arrin me ndiku të gjithë në lagje. Kupton, ka njerëz që janë mjaftueshëm të fortë që mos ndikohen nga rrugaçi lagjës. Po tani të qush një platformë që për mendimin tim thellë ose bazat e veta është një mjet komunikimi. Po. Është një si puna e WhatsAppit, është si puna e Instagramit, dhe me këtë logjik ne i bie që puna një media, edhe një media, s'është një media. Tani një media është. Është media, ka fuqinë e vet,
edhe mund përdoret siç ka secili interesin e vet. Nëse dëshira ime është që të ndjeki content ose një frymë të keqe, unë do ta gjej. Do ta gjej në Instagram, do ta gjej në Facebook, do ta gjej në çdo rrjet tjetër social. Po mendoj se nuk mund t'ia vëjmë fajin platformës, më shumë se mund t'ia vëjmë mentalitetit njerëzve që janë atë platformë. E kupton? Tani dihet që popullin përgjithësi, jo vetëm populli shqiptar, ndoshta këtu ke ne është më e theksuar, po popullin përgjithësi është i dhënë mbas skandaleve, është i dhënë mbas gjërave më të pista. Ato shesin më shumë, po e shohim edhe në televizion që po shesin më shumë. Edhe diçka për shembull që lidhet me artin, me kulturën, nuk ka shumë interes, nuk ka shumë klikime, nuk përbën lajm. Kështu që normalisht edhe në TikTok tendenca do jetë që njerëzit preferojnë më shumë këto skandalet, këto imoralitetet, zhveshjet, sharjet, sherret, ofendimet. Çaj tha, ky i tha kështu, pastaj këtë, pastaj u shan, pastaj u futën live bashk. Gjona që tani nuk mund t'ia vesh fajin TikTokut kur vet po japim zo. Po kupton? Mund të jetë mentaliteti i popullit. Por se edhe vetë ta shkojnë tek ta, se unë do ta konsideroja, se nuk është se jam edhe unë për të dhënë mendimin tim këtu, por kemi Marinin, por unë do ta konsideroja si një restorant. Nëse ai restoranti nuk ka ushqim të mirë, ose ti ke informacione që ka ushqime që ty nuk janë dobishme për shëndetin, ti nuk do shkosh ke ai, domethënë. Pra edhe ti nuk do shkosh më ke Marinin, nëse Marini do t'i fusësh kodin për ta parë Marinin, kupton? Siç është një televizion, një kanal televiziv që do t'i fusësh kodin, dini shumë mirë për çfarë bëhet fjalë, dhe ju nuk shkoni ajo, ose shkoni pas secili punë vetëm është zgjedhja jone, e gjitha kjo, jo e platformës, jo e medias. Nuk e po prap. Tash i themi rrugaç. Çfarë i themi? Nuk është rrugaçi, domethënë ta rresh deri ke rrugaçit, po pse, domethënë ti po e quan rrugaç. Po unë bëj pjesë vetë në atë platformë, edhe nuk mendoj se po kontribuoj për këtë rrugaçin. Po. Se nuk kam përfshi te prodhimi, domethënë i kontentit tim. As banalitete ruajm që mos cënohet as i pjesë e shoqërisë kur unë edh një video, të ketë vetëm impakt pozitiv. Ose të paktën, nëse ngacmoj me një farë kontenti tjetër për të hapë sytë e njerëzve, që çfarë po ndodh. Domethënë unë po i mshoj. Konkretisht për çfarë? Sepse kjo është shumë e rëndësishme, që çdo kush nga ne do ta ketë këtë pjesë, shumë e bukur. Po, çdo ti merr një intervistë njerëz, domethënë që dalin të rënë, që takullë edhe njerëz që shprehin opinionet e vet. Po. Edhe unë shikoj për shembull ndaj ngjarje në dukuri që me vërtet duhet që ta vënë duke ke njerëz. Ti japësh zë më shumë. Po, në aktualitet, bëhet fjalë për politikë, bëhet fjalë që domethënë për mentalitete që nuk janë aq të duhura për kohën. Flasim për shembull unë kur rikrijoj këto materiale, për shembull e rikrijoj soundet e këzës, siç ishte rastin fjalë. Nuk do të thonë që unë jam pro me ato që bën. Thjesht unë do të jap zë që kjo gjë ekziston. Ky mentalitet ekziston si mentaliteti i këtij kraut, po edhe i kraut tjetër. Nuk mbaj krah fare, po thjesht duhet që me anë të këtyre gjërave të jepen zë edhe disa dukurive që na rrethojnë, edhe mund duken absurde kur i shef. Po ekzistojnë. Nuk do të më ilon me u harru. Nuk është aq boshe, e kupton? Po. Domethënë kam prek politikën, po jo pak, nuk e kam shumë qejf. Po shumë sound për shembull prekin edhe pjesën e varfërisë. Po. Pjesën e vujtjes, domethënë njerëzve që po kalojnë një jetë jo të thjeshtë. Ajo ndoshta shihet me humor, domethënë po prap ka mesazhin brenda, edhe ai tjetër domethënë një soundi i parë që unë u bëra më viral, unë që shpërtheva ishte ai që thoshte i kafe tek Rakim, jes dhe Marodi, unë mora vesh biles që ai zotria ka ndru jetë, domethënë në komente, edhe domethënë më vjen shumë keq se deri domethënë që po përmend. Po ajo është dramë, po. Ajo është dramë, shihet si komedi, po është dramë. Është i hall, është i vujtje, që të bë me qesh, në mënyra si e thot, ai mund të jetë komike, po tani e thot, ka shku buka imi lek, më mirë i fuzi tek Raki, e ne është ty, e kupton? Ajo është ironi, batute goditme. Thërse. Më thënë, të tilla gjona përdor, nuk është se janë boshe, asnjëherë fjalët e njerëzve nuk janë boshe, kanë një gjë mbrapa. Kështu që a mendon ti se çdo kush nga ne që nuk takon me thonë këtë që ka deri diku influencë, përdor ky termi influencer, ka marrë tjetër, ka marrë. Nuk e kam qef. Jo, deri diku flasim për pjesën që ke impakt.
po e heq influencën, po që ke impakt, si do s'do kemi impakt në ato se çka bën. A mendon se çdo kush nga ne e ka si detyrë deri ku që të zgjojë, le të themi, shoqërinë ose t'japi nga vetja diçka? Detyrë nuk e quaj, me thënë drejtën, po është një gjë që ndoshta besoj çdo njeri i mirë, të paktën e bë në mënyrë pa vullnetshme. Ndodh ajo. E kupton, ti ndikon për mirë. Duke qenë njeri i mirë ndikon për mirë. Po ti e sheh ke vetja si lloj diçka që do ta lësh diçka, apo jo, për te pjesës së humorit të tjetrës ose përfitimeve. Ti do të lësh diçka dhe vetë si pjesë e këtij komuniteti, apo jo? Jo. Si anën pozitive që thonë që ti bën njerëzit me qeshme atë mi video që unë do nxjerr, por edhe këtë anën që sapo tregova që ti do t'japësh edhe një lloj zgjimi, le të themi, pa aq sa ke mundësinë ti të japësh ose sa ke but kuptimin tënd të shtysh. Normalisht. Brenda me thon drejt çdo njeri duhet. Do ishte bota shumë herë më e mirë sikur çdo njeri brenda fuqive të veta kryet diçka në këmbim, diçka të mirë në këmbim, edhe se të interesit publik, pra të gjithë secilit, të komunitetit, le të themi, shoqërisë ku jemi, shqiptarëve. Duhet ta japësh diçka, duhet ta japësh dorë, aq më shumë kur ke zoë, ke vëmendje, pse mos ta përdorësh për mirë? Pse të ndikosh për keq? E kupton? Se me thon drejtën edhe unë nuk du të bëhem shembull i keq. Se është shumë e thjesht është shumë e thjesht bësh duke qesh me banalitete, po e shohim, po e bëjnë akoma më shumë me kalimin e kohës. Po nuk është e nevojshme, komedia nuk ke pse shan për të bërë komedi. Mundet thjesht me i tek batut, shumë zgjut që nuk ke pse sforcon fare. Ti bësh njerëzit me qesh, ti rregullosh ditën. Një batutë e mirë duhet. Diçka, një element i mirë ta rregullon komplet ditën. Nuk ke pse e bastardon, se në fund ditës unë kam një motër të vogël që është as 10 vjeç. Edhe ta menoj që ajo do rritet, do filloj adoleshencën, kupton, me moshë që është pak delikate për të ndiku, edhe unë të bëhem pjesë e ndërtimit të një ardhme të keqe për atë, nuk e bëj dot. Tani të futem unë TikTok edhe të ndikoj për keq. Bëhem unë pjesë e llumit. Nuk e bëj dot, se në fund ditës kemi njerëz që na cënohen. Siç mund të cënohen ty, ose nesër pas nesër kem i fëmijë timin, nuk du që të bëhem pjesë të keqes, edhe t'ja kem ndërtu, edhe t'ja hap në dorë si ajo molla helmume, kupton, na merr tash. Baba këtë ka bëu për këtë. Çe baba duhet. Çe baba. Çfarë baba? Nuk du edhe nuk ta pranon dhe moral. Kupton, kur je ajo pasaj varet si e rrit, ç'a beson, ç'a bindjesh ke, sa do ta kesh vlerë morale, do ta kesh shkom, do ta kesh mur, që mos thyesh. Më pëlqen shumë këto temat edhe po deri diku po largohem pak, por ju qëndroni se do të kemi shumë gjëra interesante dhe shumë gjëra që ta bëj këtë djali këtu. Do flasim sa do, seriozisht. Versi skena ato. Hapni se tani u bëmi çik serioz, po do bëhen më karajgjos vazhdim të liroj. A do të stream më? Se do të më kriju skandale kur më bëu famshëm. Po dojmë të pyet kur të heqësh pantallonën. Po ja bashkë burr fiki kamerat. Fiki dritën, se na iki dritën. Po bra. Jo, nuk e bëj atë. Ose më jep një rol të mirë që ma justifikohet vesh. Më fusni Big Brother. Mjë se kalojmë emision tjetër ai. Jo. Leje se jam rahat. Ma kanë kërku. Jo, i njerëz, domethënë futu. Jo. Diskutohen, është pa diskutues me pjesë. Pse s'futesh, pse s'bëhesh, pse s'futesh? Kush nuk ftoi njëri? Ha, po kishte ftuar njëri e dem sa përgjigje. Si tha? Jo, si dole direkt më ndërprim atë që ku do të shkojnë ke vlerat morale, ke vlerat me këtë që po shoh sot, me këtë që po shoh, që duhet shkoja, por nuk kam guxim me u futesh. Me thon drejt. Pse ka shku për nuk përballem me ditë, kupton, nuk po tishte se e pash fillim që situata është më kështu, mendoj se mund të rria brenda kornizave të mia. Unë ai njeri jam, nuk është se jam impulsiv, as nuk do përplasesha, mendoj nuk është se nuk do isha njeri pro konflikteve. Po energjia është rënduar shumë me sa kam pa tani në fund. Sado dhe ai miri, domethënë duke nejt aty është bë pjesë edhe atyre energjive të tjera. Do bësh, do kesh ngacmimet edhe nuk du që ta ngarkoj veten në atë lloj forme. Është format, në fund ditës pastaj ndoshta secili tregon veten e vet, nuk e di se si funksionon. Kurioz kam qenë që
Jo, kurios kam qenë, domethënë se e shikoj nga jashtë si shikues që i vogël kur e shifja, sikur të isha herë atje mbrena, po. E ke menduar domethënë për Që i vogël, po, e ke menduar. Siç themi për shembull kur kemi qenë vegjël, bëhesh atë isha dhe unë herë si ai aktori aty. E kam menduar. Po, çfarë mendimi ke për Big Brother? Nuk po e ndjek me thonë drejtën tani. Mendim ka shumë elemente që nuk janë të mira, me thonë drejtën. Edhe nuk dua të drejtoj gishta asgjë, po ndoshta e kanë fajin personazhet që janë aty për ca dukuri. Nuk e di tani se si funksionon produksioni, ça strukturë ka. Po, dakord, jo produksioni ka fajin, produksioni orientohet drejt. Nuk e di. Okej, ndoshta dyshimet janë, po se duke qenë se është show, është reality, po është show funditës, normalisht mund ta ketë regji ose skenar ose ngacmime të tilla për lojën, po nuk di çfarë qëndrimit maj. Nuk di çfarë qëndrimit maj se po mirë, unë skuptoj diçka aty. Aty thonë që është vetvetja, do të jesh vetvetja, pastaj futen në lojë. Pra, ç'është, është garë midis të futesh në lojë apo të jesh vetvetja aty apo nuk e mendoj si. Mbaj sa i ke pa, sheh që janë vetvetja ato aty apo janë në rol gjithë domethënë. Nuk e di për shembull brenda aty në kushteve që janë aty, sa mund të jesh ti vetvetja, e kupton? Del robi domethënë patjetër me aq. Ja, nuk. Mendoj se del nga veta, mund të e shef veten me situatë që nuk e ke pa kurrë më përpara, e kupton? Ti jesh i mbyll në atë izolim, njerëz që nuk i njeh, dikush mund ta ndaj mendjen dhe të njëjtat mrapa gjithkohon. Po. Nga mjesit deri në darkë, ti s'do me janë jo zoni, po as frymën me ani afër, e kupton? Edhe nuk e di, tash janë gjëra që sipërballë do të jetë në jashtme. Edhe shkosh atje brenda, ti nuk e di si do reagosh. Edhe mund prodhosh dhe vetes kanë dalë, duke qenë një njerëz i mirë. Kështu që edhe bosh pasaj pjesë të keqe pa dashje. Kështu që po diçka më bën përshtypje aty futen këngëtar, futen aktor dhe nuk gjë një këngëtar që të këndojë një këngë, ose nuk shoh një aktor që të bëjë një rol ose të bëjë një batutë ose të krijojë një sketch në moment aty ose një fabul X caktuar në moment, do një lloj shakaje që tjetër çasti, qoftë edhe fëminore le të jetë. Po shohim vetëm to që theti gjithë ku të ulin tjetrin, ku të ngacmojnë tjetrin, ku ta provokojmë keq, ku ta ofendojmë, ku të shajmë me libër shtëpie, me nënën, me motër. Situata është e gravuar. Ne po themi VIP-at, shtëpia më e famshme, unë e kam titulluar shtëpia më e famshme publike në vend, por ka filluar këto kohë të fundit që përdoret masivisht, por unë e kam për shtëpinë e famshme publike në vend, se është më e famshme se është 24/7 në transmetim. Është publike. Është publike, po, në këtë kuptim patjetër. Dhe nuk e kuptoj domosdoshmë që të ketë aktorë dhe mos bën një fraksion vogël, disa sekonda, aq, nuk po them bën një film aty. Ata ne e kupton, aty e humb qëllimin. Mendoj se aty e humb qëllimin. Nuk e di, ndoshta njerëzit futen me tjetër mendje edhe pastaj e humbin qëllimin, e kupton? Edhe ndoshta edhe unë po të isha në ato kushte, mund ta kisha humb qëllimin. A ti që edukon për ta mbyllur tani këtë pjesën e saj si ikën ke Big Brother? Po, le të jetë. Po, le të jetë, aj, ma. Aty, pritem, bëj çfarë duhet. Ndikon edhe kjo si ai rrugaçi TikTok-u le të themi edhe Big Brother. Ndikon për keq. Për keq tek shoqëria, tek ne. Po, ka elemente që ndikojnë për keq. Por nuk ja vej fajin produksionit unë asnjëherë. Qoftë se është e keqe, edhe ne vazhdojmë të japim vëmendje. 500.000 veta në Koreale e ndjekin live vetëm YouTube. Ne kemi fajin. Pse nuk ka 500.000 veta një emision për filmin, futja kot. Po. Po vetëm e kemi fajin, por tani të fillojmë jo politika, ajo ka fajin Top Channel, jo më shumë bukur, ato krijojnë, ato provojnë edhe të japin 1 2 3 4 opsione, edhe ne pikërisht shkojmë zgjedhim atë që e morin vetë dhe është e keqe qeka kjo. Po e ke aty tjetër, mirë, ke opsion që nuk ka shumë audiencë, mund të jetë mirë. Nuk e morim atë. Tani ta drejtojmë gishtin edhe prap ose me drejtu gishtin para pasyre, ne me ja bë vetes kështu. Ne kemi fajin fund ditës se po japim vëmendje. Anko se e pata ai debat me njëri që njoh. Më para ca. Jo debat, po diskutim. Ka shumë shqiptarë që diskutojnë për Big Brother. Si diskutojmë çdo ditë për politikën dhe japim po Edi Ramës ose po Berishës, po atij që na ka i po sipër. Po një të situatë është edhe. Edhe ma boni mu, tha tha më këto dhe shpive na flasin këto për moral, tha, gjas me produksionin. Flasin këto për moral, ç'i çfarë bëjnë, ndërkohë që ishim këtu e pa. Edhe po ma shënim. Po ndërkohë që ishim këtu e pa, emisioni vet. Po.
Edhe tha, plema bure, e që tash për menen edhe mu i Ramazani, tha, kat, o bon këto me fëll për Ramazan. Po. E thashëm, po ti pse shef, e thash për derisa që e ke. Me që Po jo më po s'kom ç'a bëj, tha. po shimë vllane gjë tjetër. Okej, po tash i thash, e ne për mena si sa thash ty, tha. Ore, po që ke drejtë, tha, ne kena fajin vetë më burr, tha. Po. Pse po e shohim? Mi mjes, si u E kupton? Po tash mos e vi fajin. A ke guxim? Rri dot, është si puna cigare, se kupton? Po, Ti e di që është e keq, o ves. Ves. Ti e di që është e keq. Nëse po e quajmë të keq. Po, po. U quajt e keq është fakt që është e keq, Big Brother që ka i keq. Le cigare, ose le Big Brother. Po nuk e bë dot. Kam gjuar shumë raste që shkojnë ke psikologu, plako paguajnë. Paguajnë vetëm me largu Big Brother. Për ta lënë Big Brother, mos ta shohin më. Jo, po ti tash është. Unë për mendimin tim nga ana biznesit, bravo i shoh produksionin. Jo, patjetër. Tani ja ke gjet dobësinë njerëzve, më shoh. Edhe më shoh. Pra nuk është se janë fajshëm ato, fajshëm jemi ne, por çfarë do të situate si politike, si rastin për sa i përket medias, TikTokut, personazheve, ushqimit, unë i konsideroj ushqimin. Pra është ushqim është kjo. E sufllaqja na pëlqet gjithë dhe shkojmë prapë aty. Po e keqe. E ha më vonë të këqijat. Po, e vërtetë është. Hajde mbyllim në sufllaqe tash. Mos ka mos sufllaqe. Nuk rrugaçi ushqimeve. Ato thrasin kur shohin këzja, Dashi, këzja, cilin personazh të thon më shumë? Me cilin të identifikojnë më shumë? Varet me njerëz. Për shembull, ke çunat, më shumë ke Dashi. Ke Dashi. Kurse gocat, këzja, më thon, kur kanë fol me emër personazhi që kanë qenë rastet. Po të dy. Këto kohët e fundit më shumë Dashi, nuk e di pse, kam vënë me Dashi. Po emër ç'a bëmë, na thuaj më herë ndaj gjove. Këtu ke Dashi jo më shumë. Është edhe kjo situata parazgjellore, le të themi tani, ndoshta kam përshtypjen që Ftoj me Dashi, Po ta bëjmë surprizë, po vinë on të kaloj ata. Po, ne bëjmë. Sa si dhe keqe. Me Mike të shënim të. Kush do jetë aty që do ta montoj? Po këtu do jetë. Po këtu patjetër. Do heqë syzet. Do e montoj pas syze, jo shirop tjetër. I ndjek komentet ato siç ka shkruar njerëzit. Te vitet e mia. Po, te vitet tuaja. Po. I ndjek. E shoh. Nuk bëj kështu ja, basta si shoh. Bëhet qefi. Se nuk kam komente të këqija zakonisht. Nuk ke komente. Jo, nuk para kam ndodhur ndonjëherë. Na i gjok kështu çao. A has vështirësi që të kuptojnë njerëzit për shembull ato gjë se ka edhe nga ata njerëz që mendojnë se kur e thuti realisht edhe nuk e dinë që ti je duke duplikuar. E kam pas fillime një herë para se të njihesh kështu si fytyr. U do ku i gjeni këtë pianet në rrugë, pse e gjeni pikërisht për zotin. Ore nuk tallë. Është ka seriozisht. Po pse për herë gjeni budallë. Për këto budallë gjeni si gjeni ca të tjerë, po kjo tap kët merrni ai tjetër. Ky pas ka nis fort që me mjas shkruajnë. E kupton? Nuk e kuptoshin që ishte thjesht. Po çfarë nuk doja më shkruaj. Nuk e jo, aty pastaj është me shpjegu, pastaj me boj batutën, me shpjegu batutën. Mi po me klapa pastaj. Kishte njerëz që thoshin, po jo mëse nuk ka shkruar. Shkruajnë tjerë. Po, pastaj fillon të sherrë me replies. E vërtetë është. Pse të bësh? Pse merr me intervistë tapti mu për herë? Po, çfarë bëjmë që pishim mjesi valla, ti fort që mjesi valla. Po ti pra ke fat. Është edhe kjo më si ma thonë edhe mua këtë, nuk e di, ndoshta edhe keti këtë mendim, më thonë gjithmonë, po s'është mirë më e thonë këtë, por ku i gjeni këto? Ku i gjeni këto për shembull? Ti e the pak më parë këtë gjë që pjesë e realitetit dhe ky është realiteti jonë. Ne nuk është si ne marrin disa dhe lën disa. Pra, të flasim pak për veten. Jo, ideja është që ne nuk është se kemi shumë atë kulturën që të shprehemi. Vërtet, po. Edhe në terren ka nga ato të rinj mosha jon që shmangen, të flasin, të japin një mendim tyre, paragjikohen ose vetë paragjikohen edhe veten, jo po do të bëhet meme, jo do të moj Marini, do të dublikoj, do të bëj. Pse kemi këtë lloj frike, këtë lloj mendësie ne? Jemi një popull
Më falë se u bolla kështu. Nuk e pse fort mjes. Nuk o mjes, o dark, pa justifikonit paktën. Nuk e di kur hudhet kjo video, pa tash gjë. Dark. Dark. Më se ma quni kështu. E pret kë më hudh tap marini me emision. Ha çati bë? Ja, nuk e. Ja, e sheve ne do të prap ky do të haj se do i thon, po ku i gjeni kë prap tap. Ana ti do ta. Ishim shmangët. Jo, nuk e shmanga, jo. Po nuk e kemi probleme se si popull vuajm shumë nga gjykimet, nga paragjykimet, jemi çik tashpër shumë, me thonë drejtën, se mund fund ditës mund bëjmë kështu sikur jam se s'më interesojnë llafet e njerëzve, po jetojmë në një shoqëri që është shumë e egër, shumë me ashpër, edhe therr me llafet që thot, edhe të ngelin i llafi keq me ta thonë njëri gjatë ditës ty të ngel menet për gjithë ditën. Kështu që prandaj kemi edhe frikë se nuk e di se si do të plasim asnjë mbrapsht, ajo që thu, çfarë do të vi mbrapsht, si do gjykohesh. Edhe mund bëhet i val shumë e madhe që të shkatrojë komplet humorin. Kështu që kemi frikë se jetojmë me një shoqëri që ka shumë diskutime, ka shumë thashë theme, shef nga jeta tjetrit për t'u argëtuar vetë. Edhe nuk plus, ku diun? Nuk e di, me thonë drejt, nuk e du t'i hyj shumë thellë, nuk e kam hyrë ndonjëherë shumë thellë, pse kemi problem me u shpreh. Pse kemi problem? Kemi pasiguri, secili njeri ka pasiguritë e veta, që mendon se po ti shpreh ose po duket më i dobët ndonjëherë, mund ta gjykojnë, mund duket më pak i fortë. Ne kemi çik paktën ne çunat që jemi, ne çunat shqiptare, kemi çik të që duam u duk më të fortë, çik më macho, më kupton, mos më dhon vetëm burri o burrë kështu, ne u duk dobët ndonjëherë. Step mrapsht, e kemi si duket si dobësi kjo, stepën, ndërkohë që kjo është virtyt shumë i mirë. Po, nuk kupton. Edhe nuk je edhe më i fortë kur tërhiqesh, kupton? Po kemi shumë vet kontroll në atë sens, që mos të sot tregohet më shumë, le të themi, i pashëm ose i dukshëm ose merr më shumë hapësirë ai që deri përballë kësaj gjë, se sa ai që është tolerant, që tregon edhe më i zgjuar. Kalojmë, pastaj kjo është pjesë tjetër kjo, pastaj çështja e burrnis, si e trajtojmë. Është akoma, domethënë, jetojmë në vend që akoma është kush është më i fortë, se sa kush është më i fortë. Ka koka. Po që nuk është, ajo është zgjedhje personale, pastaj, nuk është se prish punë. Unë për herë kam qenë tip diplomat. A e ke has të problem vetë? Se këtu do e dilja, për te pjesës vetë ne si shqiptar. Që nuk cilëm kështu si... Jo, që kur dilje, në fillimet tuaja, kur ke dalë, kur ke bërë videon e parë, ose kur ke dalë për herë të parë për masën. Si frikë? Po, e ke pas të edhe frikët edhe ngërçi, edhe sado që ke qenë pjesë e fushës, që një marrë me aktrim. E ke pas të pyetje gjëra, si e ke thyrë të temë të? Pa tjetër. Video parë që hodha me eci shumë mirë, edhe nuk e prisja. Kur ka ndodhur kjo? Në nëntor, mos gaboj në nëntor 2023 kam edhe videon e parë në TikTok publike. Tani, një vit e pak, një vit e pak keq e ke nisur. Po. Tani jam 41.000 diçka e tillë. Po, shumë pak jemi aq, nuk. Jo, s'kam pak janë. Pak janë, ëh? Po, jo, realisht janë pak. Pak, më nuk jam. Jo, të bën përshtypje kjo? Të bën përshtypje kjo pse je pak ose pse njerëzit më pjesë followers. Po. Po jo, unë mendoj se kam arrit shumë me kontentin tim. Domethënë se është kontent goxha i pastër, goxha pozitiv, goxha jo preks. E konsideron do, patjetër. Kështu që është, për mendimin tim janë shumë njerëz që më ndjekin, që zgjedhin të ndjekin diçka që nuk është ai skandal ose po, i qartë drejt atij trendit që ne folëm deri në cilin fokusi është më i madh. E kupton? Mendoj se ke pjesa ime fokusi nuk është aq i madh sa këto live-et e çarjet e këto. E qartë. Po nuk do të bëhen pjesë e asaj. Kështu që jam mirë, kam shumë. Atë kanë thonë edhe ty që pse s'futesh edhe ti live, do bësh lekë dhe bësh. Po sa më lagë, e ke bën TikTok-u me lekë, jo e them. Se bëj dot. Po futu më burr live aty, po futu me këtë, futu me atë. Unë nuk futem tonë për s'kam çfarë flas. Po jo më se pa lenë më se. Po për çfarë bën unë? Se është edhe kjo pyetje, për çfarë bën pastaj? Pastaj tani un kam rënë në këtë grackë se visha kam. Po nuk e di, është dhe ndoshta është dhe varësi shpirtërore, pastaj, e kupton? Lidhjen. Po, se fryma që morë është shumë e mirë, edhe them pse ta humb. E ke zi dozë tënde që e kërkon. Po, edhe ku diu, duket sikur edhe ndonjëherë kur i lej mas dore shumë të videot, siç u bë këtë periudhë që kam qenë ngarkuar me pjesën e filmit, sikur i trajtoj edhe këto të audiencës, sikur i lej mas dore, sikur i arrëbën, kupton?
njerëzit që mpresin, nëse herë vonohem, del dikush që thot, po vonove në një herë të futa blokën, kupton? Ta thonë që konscienca vetë. Po, edhe nuk du që ta humb këtë. Nuk du që ta humb të dashurisë që po mor. Edhe val, po se nuk janë të gjithë me fat në TikTok që ta kenë. Se kom pa shumë që pse zgjodhe TikTokun ose online-in që ta bësh të gjë? Pse ndodhen 2023-shin që të nëntor? Atëherë un kam le të themi çka ka ndodhur para kësaj, para si të ajo un ka qenë atëherë periudha që un kisha një dyqan rrobash, edhe qëllonte që shumë ditë të rija me kohë gjymorë të zgjatura në dyqan. Edhe fillova duke bë video, kapi sound, kapi tjetër, i bosha për qefen ja çosha shoqnis. Po. O Marino, po ti çak të më buti bëma mirë se këto të tjera thoshe po hu dhe një. Pa jarë, por thash të futem TikTok-un. Se kam pas të bindjen që çfarë të futem TikTok, e kupton? Se unë e shifsha me sy të keq. Po. Se jo po shahen, jo po bën. Do më shajnë e mu. Do më shajnë e mu, e kupton? Njerëzit të shtëpisë nuk do jenë mirë. Edhe nëse bindi i njoni, më tha, hidhe tha, vite i mjesë të i bam derës, o marin, hidhe pra video. Hidhe pra video. Edhe video parë që kam bu publika ka qenë një e Kastrozizës. Ose ikë? Apo jo? Jo, ose kam bu akoma, ata do ta bësh atë, do ta bësh atë. Do Kastrën e përshëndesin. E përshëndesin Kastrën edhe Kastrën. Edhe do të riktheja edhe Kastrën, është bërë shumë serioze, burr. Nuk pëlqej kjo gjoja që tralltojnë atë misionin e tyre njerëzit e burr. Nëse Kastrën përshëndes. Nëse edhe më bë virale, më shkoi nga virale, shkoi okay, 5.000-6.000 like që video parë. Edhe thosh, edhe komentet ku ishe nga dole, po ti kush je, pse pas ke net ka i gjatë, po da. Hapi notin, thot moj kush je. Edhe thash, pse më priten kaq mirë. E kupton, gjitha komentet pozitive. Ai show ka. Edhe, okay, hadh dytën, hadh tretën, po e njëjta valë, edhe shkoj gradualisht në rritje, deri tash po e njëjta strukturë. Edhe nuk ka marrë komente negative shumë. Tek këtu ka pas raste normal. Po habitem që kam pas fatin që t'jem kjo përqindja e vogël e njerëzve që se vujnë këtë pjesën e urrejtjes online. Edhe jam shumë mirë njohur. Pra që të kam përqafu këto, le të themi, këto që se vujnë të urrejtjen. Nuk e di, se di kush ka përqafu, po po që ka përqafu njerëzit, po thjesht jam shumë mirë njohës edhe nuk du që të ndryshojnë kjo gjë, se edhe unë përpara se të postoj ose përpara se të zgjedh gjë sigurohem shumë herë përpara që t'jemi. Ke edhe kornizat tuaja, pra, mundohesh që ti është sa më. Po nuk du me cënu njerëzit, kjo është problem. Nuk du të cënoj njerëzit. Pata një rast të tregoj. Ke pas një rast që të kanë shkruajtur, kanë thënë pse. Po. Po edhe jam tërheq direkt, e kam fshi videon, ka qenë një logjikim i arsyetim, po. I arsyetim im i gabum. Nuk e pash. Je koshent domethënë që ka ndodhur kjo gjë. Po ta them edhe si situatë ç'a ndodh. Ishte kjo që meme afamshme që do të fugoni për vitin ka lezha makina Po, edhe unë nuk e kam pa deri në fund atë video, unë kam bërë mekanikisht, nuk e di se ç'a ndodhi, me thënë drejtën, edhe harrova që ajo ka qenë një ngjarje që kanë vdekur 4 veta. Edhe pse ka shumë kohë, po prapse, kupton? Familjar të vet ose njerëz mund të jenë TikTok që mund ta shohin. Atë kush se ka bërë, se është bërë shumë, është bërë meme. Gjithë. Edhe unë e bona, e rikrijova atë, edhe postova. Edhe ai në fund fare të intervistës thotë kam nxjerr 4 vet me durë të mia të vdekur. Po. Okej, e hodha. Nuk e mendova gjatë, e kupton, se mendova fare si tragjedi, mendova meme e hodha. Po jo, realisht ti ndoshta e ke parë gjithmonë si meme atë, nuk e di si ngjarje si çka ka ndodhur, unë si gazetar që si lajm nuk e kam pas herë si lajm, si gjithë njerëzit. E qartë. Edhe tek koment, domethënë, sa e pata hat kanë qenë 5 minuta dhe 10 minutat e para dhe videoja shpërtheu direkt, po shkonte për viral. Edhe shofi tek koment që thotë, po si ka mundësi që tallesh me një ngjarje të tillë ku kanë humbur jetën 4 veta. Ndoshta po të ishte një tjetër që do kishte hedhur videon dhe i bote për shtypet dhe letës se thotë shpërtheu. Sa e pash atë, nuk e desha vetëm, e tash që e mendoj që e kom hull si gjohë, më mërzite me thënë drejtën. Edhe e pash atë, i thash vetës, ç'a bën më Marin, thash, si të shpëtoj kjo gjohë, edhe i ta fshi direkt. E fshive pas. Fshiva direkt. Edhe ku diun kërkoj falje nëse ka pa njëri që mund të cënu, se nuk du që në asnjë moment jam kështu, du të jemi kujdesshëm shumë, se
çfarë do të tjetër gjë kur merresh me diçka më të lehtë, kupton, një gjë që kalohet, nuk është po të flasësh për tragjedie edhe të gabosh ashtu, domethënë, e ta lesh me vullnet. Kurse unë kur e kapa momentin në situatën, po reagove direkt, jo, nuk e lej dot të sri rahat apo. Nuk rri rahat është e rënd. Nëse mendoj për vete, për shembull, ti një javë më që mund të ketë humbur jetën larg, domethënë larg qoftë, edhe dikush ta përdorë për kontent, s'do vite mirë. Pra çdo gjë do të më kthye edhe tek vetja, jo vetëm gishtin kështu, por do të kemi edhe mos harrojmë që kemi 4 gishta e kemi këthe nga vetja. Po. Kjo është shumë e rëndësishme për të vlerësuar realisht, ndoshta nesër po hyn ana ime se mund të jem mos e arsi sa. Po nesër, nuk është jo, gjithsesi cilë është për të vlerësuar realisht kjo gjë e bravo qoftë që ke reaguar në këtë mënyrë dhe kjo ndoshta mund të jetë mësim edhe për mua që jam këtu përballë teje, por edhe për shumë të tjerë që merremi me këtë gjë, ndoshta bëjmë edhe gabimet tona. Në çdo fushë, në çdo profesion ka ato. Është një efekt. Është një efekt që në teatrin letërsi quhet katarsis. Katarsis, domethënë pastrimi i shpirtit. Edhe ndodh për shembull katarsisi i ndodh publikut kur shkon në teatr. Ti po shefesh shfaqje teatrale, edhe në një moment dikush nga personazhet në shfaqje të kujton veten në momente caktuar nga jeta jote, edhe shëmbëllon i përsëritoj i gjot keqe, që ti e shef ke vetja. Edhe në moment që ti e shef pasqyruar, të projektuar në skenë, aq shumë tut, ty djeg. Edhe fillon mërzitesh vetë, ndodhi pastrimi i shpirtit që sepse e shef vesin tat ose i sjellën tat të gabuar, e shef me sytë e tuaja, e shef veten në vetë tret. Po. Edhe ndodh katarsis. Edhe ndonjëherë, domethënë gjatë jetës na ndodh kjo katarsis që e shohim i gjë projektuar me diku tjetër edhe s'na pëlqej vetja. E vërtetë është, kjo është e rëndësishme. Kjo është shumë e rëndësishme. Meqense më dore ke teatri, që të kalojmë për te TikTok-u tani, dalim tani aty ku duhet, kishim dalë me kohë, por Doja jo, nga lushnja, qik më poshtë qeka se harrova. Jo, nuk ka mister, sa mister. Ti ke thonë vetë, ka lushnja. Ska ardhe, është vend tjetër, mister. Mister është diku. Projektet, gjonat, qa po bëhet, thejës jam morë me TikTok-u, njerëzit kanë ankesa në këte, du të justifikosh tani. Qa projekti më i fundit, Udhëtim në Pranverë. Udhëtim Pranverë, është filmi im i parë si producent. Edhe si producent, edhe si aktor, edhe si... Jam edhe aktor. Po, kam dhe një personazh. Luaj krahas një aktor i hollywoodian që kemi marrë. Një aktor hollywoodian që është pjesë e këtij filmi? Po. Ka marrë pjesë e këtij filmi? Po, është një nga personazhet kryesorë të Donnie Brasco, që luan me Al Pacino dhe Johnny Depp, ka qenë ke Fast and Furious 5, mos gaboj me një personazh, ka mbi 300 role në LA në Amerikë, domethënë gjatë gjithë karrierës, është 81 vjeç, diçka e tillë, është aktor i kalibrit të lartë, është aktor, i quhet Robert Miano. Robert Miano, ne kishim fati që ta kishim këtu për xhirimet e filmit tonë. Me anë të një kontakti që Fatmir Doga, regjizori i filmit, e kishte, se ai ka punuar në Amerikë, ka pas filma që ka xhiruar atje edhe e kishte si kontakt, ajo është prej gatshëm që të vinte. Edhe ne bëm pjesë shumë, domethënë që okay, film shqiptar, filmi është shqip, që mos po filmi është shqip. Bravo, unë më pëlqen shumë kjo që në Shqipëri më në fund erdhi dita, por rasti Marini pra është edhe producent vetë që e ka financuar vetë film, që ka marrë guximin një i ri që e pëlqen këtë gjë. Kjo është ajo që mbizotron më shumë, të është pasioni, dëshira që ti realisht e don këtë gjë që bën dhe merr një lloj kënaqësie të pachmueshme, të pavlerësueshme, le të shohim, dhe unë të uroj sa më shumë suksese dhe ta kesh rrugën të hapur kudo dhe bëhet qejf realisht që të rinj sjellin gjëra që janë kreativitet, prodhim shqiptar, publikisht ftoj do jesh premier me shumë qejf në datë 13. Për ne bona gjithë. Bona bilet falas. E kava se mos ta lozha më tepër, mos nisem më shumë tash me atë.
Jo, mirë, do vi. Merë në mikrofonin me vetë, kam një personazh aty. Qa fabule jemi kurios të dim, është me 13 mars miq të Cineplexit. 13 mars edhe në vazhdim, jo vetëm me 13. Po tjetër është premiera. Fillojmë nga 13 mars. 13 mars. Është Por më shumë ndiqni me Marinën në rrjetet sociale që të merrni vesh që Cineplexit do ta keni gjithmonë të prezantuar oraret, gjitha ditët kur do të jetë. Tani të mësojmë diçka më shumë për filmin. Po. Dy personazhet kryesorë luan nga, nëse është një komedi romans. Bëhet fjalë për një Po shqiptar që pamë komedi romance, shoh vetëm komedi aksion. Jo. Mund të ketë pak aksion, por nuk është aksion i mirë. Jo, nuk është aksion. Nuk mund ta quaj unë pak të aksion. Bëhet fjalë për një piktor, i cili bëhet pa dashje dëshmitar i një vrasje të polici. Ngjarjet nisin në Prishtinë. Personazhi i këtij piktorit është i piktor Don Juan, luhet nga Gjergj Kaçinari, që është e kemi mësuar si muzikant, domethënë jemi mësuar ta shohim si muzikant, po kjo është eksperjenca e parë që ka në një film. Dhe ky piktori që bëhet pa dashje dëshmitar kallzon policikë të kriminalin, është një kriminal me goxha emër në Kosovë, për punë. Dhe policia në film. Po. Jo. Amor pa i zonë nuk flas më. Se po do më spak. Ta nxjerrë. O lote. Jo, aktori bën një krim. Është një aktor, goxha njëri i mirë, loz një kriminal. Edhe ky kriminali merret nga policia, arrestohet dhe do një javë që të vi data gjyqit. Dhe për një javë jam i puzë një krim tjetër. Ky për një javë do mbahet i izoluar deri në datë gjyqi ky kriminali, por dëshmitari duhet të ruhet nga dikush. Po. Që mos ta heqin qafe gjatë kësaj jave, sepse është i vetmi dëshmitar. Dhe në dorëzim e merr një detektive nga Kosova, një vajzë e re, që e luan Nita Latifi. Edhe e luan Nita Latifi. Dhe tani personazhi i Nitës, pra Vera, e merr në mbrojtje Drenin dhe e çojnë të fshihen në dhërmi në qytet vjetër, po gjatë periudhës jashtë sezonit. Jashtë sezonit turistik. Aty pastaj do njihet me njerëzit e zonës, banorët, personazhet atje, historitë janë interesante, do ketë rrezik për herë që i ndjek, ka personazhe që kanë qëllime, domethënë jo të mira, që duan të heqin qafe. Një sekondë që ndërhyj pak këtu tani me personazhet që në dhërmi janë personazhe që janë po aktor apo që janë aktor. Keni lënë diçka dhe le të themi kështu janë aktor të rastishme po jo? Janë aktor, pjesa më e madhe, normalisht gati gjithë janë aktor, po kemi dhe i rast domethënë që një nga personazhet ka qenë vërtet banori. Banor aty. Kjo është e bukur, kjo është e bukur. Te 10-tat e kemi marrë, i ka qenë një zotëri një plak. Bravo. Edhe kemi fut me rol edhe ka. Unë besoj shumë këtë pjesë që ka edhe nota të tilla që vin po nga vetë ne, po nga vetë. Normalisht, shiko, realiteti atje është koncepti tim, nuk e di ndoshta jam jashtë. Po, realiteti është që këto fshatrat edhe gjithashtu edhe dhërmiu vjetër nuk është se ka më banor, kur e mendon. Po në film ne e kemi sjell sikur ka frymë ka. Kështu që është diçka e bukur për tu pash, histori e lezetshme, është histori që njerëzit shkojnë ta shohin. Nga Prishtina në dhërmi pra. Po, fillojnë ngjarjet në Kosovë dhe zhvendosen në dhërmi. Vazhdon atje mbyllet pas. Gjithë gjëja, fillojnë ato dashuriçka, gjona, xhelozit, përplasjet, rreziku që i kanoset personazheve. Çfarë minutazhi ka si film? Është 2 orë. 2 orë, te diku, 2 orë. Kështu që është nuk e di, unë jam shumë i kënaqur me produktin që ka dalë, historia është shumë e mirë, është një komedi që nuk është e bazuar në batuta banale që thosh, futi çame ose bëj si budalla. Nuk ka palaçolliçe, nuk është komedi e bazuar mbi situata. Për shembull, siç kemi në një situatë, shkëmbimi batut pa dashje si situatë që na krijon diçka, domethënë je arsye për të qesh. Nuk është se është humor i stisur ose sforcohesh që të gajasësh njerëzit me lot, jo, është diçka që vjen organike, ka fillime deri në fund natyrale për të kënaqur, shifet me familjen, shifet çift, shifet me shoqëri, audienca është e gjerë, pranon këndo.
Kështu që mendoj se është i një film me seri, se kam të time Jo, ky është film i gjatë, i gjatë, nuk është. Pra është lënë hapësira që mund të ketë edhe një seri dytë. Hapësira është po që mund të ketë vazhdim, mund të ketë një të dytë. Të dytë. Ndoshta një të tretë, ndoshta deri në triologji mund të shkojë, po jo më tepër. Domethënë po shohim çdo gjë varësisht këtij të paret. Sa keq e ke menduar për një film? Që të bëj film. Që të bësh një film, pra. Sa është ëndër pastaj. E ke pas gjithmonë të dëshirën. Që i vogël. Me e kam mendu, bile se kam dhe një ide tjetër që të krijoj film, ta shkruaj vetë, po jam akoma në ato hapat e para të idesë. Du të krijoj diçka brenda stilit tim, diçka limitet e absurdës, stil ballkanik. E kam një fare ide. Do bësh një film të shitshëm le të thënë, ëh? Kjo është drejtë. Normalisht, shiko, do ta mendosh edhe si biznes, por sepse mendoj që një film etika ajo që Jo. Unë e shoh se si biznes. Domethënë është biznes. Nëse do jesh producent, normalisht do të shohësh anën e biznesit. Okej, është tjetër gjë kur i futesh do bëj film artistik për shkuar në festivale, e di që njerëzit nuk do e shohin. Është që i film që ti e përdor për të shpreh veten, për duke di varet. Po mos më trem ky termi komercial. Komercial nuk do e mësoj që ta barazojmë fjalën komerciale në Shqipëri, ta barazosh me të keqen. Po. Diçka që nuk ka vlera komerciale. Jo, se ka bëj këngë komerciale, nuk është këngë. Tash komerciale është thjesht diçka që shet. Po ti mund të shesësh edhe gjë të mirë. Po. Domethënë ti mund të shesësh një film shumë të mirë, pa vlera negative, po thjesht mund të jetë komercial, është i shitshëm, është i konsumueshëm. Po është film i mirë. Ja rrir mirë, me aktrim të mirë, regji të mirë, skenar të mirë. Si është këtë trendin e krijimit të filmave në Shqipëri? Duket sikur ka disa hapa pozitiv që po lëvizin. Po dalin filma gati çdo muaj. Po shoh, domethënë këto kohët e fundit deri ka shumë filma shqiptar. Kinema ka filma shqiptar. Kjo është pozitive. Vitet e fundit ka filma shqiptar. Po, shumë pozitive. Tani njerëzit mund të thonë, jo po ky ishte film koti, jo po ky ishte film mos më interesoj ajo pjesë. Por mua mjafton që të lëvizi gjëja, e kupton? Duke lëvizur shkon drejt edhe përmirësimit. Ndërtohet i komunitet që nesër pas nesër dikush mbështet tjetrin, dikush tjetrin, e kupton? Edhe unë i mshoj shumë kësaj pjesë që duhet të ketë komunitet. Se nëse ti je regjisor ose domethënë nëse të dy ne merrem me film, jemi kinast, e kupton? Unë jam producent i ri, sa i kam hyrë kësaj fushë, edhe shpresoj të rritem. Tani, faleminderit. 2 bileta. 2 bileta. Boja 2 bileta. Pritë këtë montazh. Hudha aty, ta kemi në rrjetë, çdo rrjetë. 2 bileta për këtë çunin këto me syze. Po mund vinë pas syze. Se nuk e kam filmin 3D. Jo thjesht tani duhet me pasi çik më shumë frymë pozitive me në. Se tash të bësh një film nuk është kollaj. Shumë e vështirë. Stres e pafund. Investim pa fund, nuk është gjë e lirë për të bërë, nuk edhe paguhet me shumë lek për të bërë film. Staf i papam, do kesh 20 veta staf, quaj aktor, pastaj shtesë, e vëllon, është i katrahuar papami që nuk është kollaj me u bë. Sa ditë të bë pa gjumë? Tani? Nuk e di, kam humbur në mirë. Sa net? Po sa ditë net se ditë pa gjumë rri gjithë jetën. Është kthjellë, sado që nuk e jam vetë, nuk e jam vetë prapë. Po nuk ka fare mbështetje për sa përket nuk do ta kthej politike, por më thuj, a ka mbështetje le të themi që nga fryma e shtetit që nga bizneset ose aty ku keni shkuar, që keni bërë një le të themi plan për të pjesën që ti je shpallë si producent për këtë film, por deri diku normalisht ka shumë shpenzime. Është vështirë që të gjesh lek. Për shembull, flasim për sponsora. Për sponsor. Për mbështetje, është vështirë që të gjesh mbështetje se nuk e kuptojnë. Se mbështetje kështu ti japon prapë të marrë bilet tjetër. Merë në një tepër. Boja në një tepër ta blejmë lekë të veta se do gjisim lekë të filmit tërbut. A mona pa zotë se nuk ka fare mbështetje nga vetë shteti, Ministria e Kulturës ose nuk flas për atë pjesë. Jo. Unë jam pro të bëjmë filma në mënyrë pavarur. Më mirë për këtë? Po. Pse? Po se edhe Amerika shumë bë. Nuk ka mbështetje, nuk ka qendër kombëtare të filmit në Amerikë. Gjitha janë private. Gjitha studiot, gjitha kompanitë janë private. Kështu që nuk është se i vej faj shtetit
për këtë pjesë. Por do t'i mësojmë pra pjesës së tregut. Bashkëpunimit, tregu, biznesit, njerëz, domethënë sa e kupton perspektivën e këtyre njerëzve që merren me film. Në Shqipëri është pak vështirë, se normalisht edhe nuk është zhvilluar si gjë, ndoshta edhe si vej faj kompanive, se thot tjetri që shumë mirë, pse ta jap ty kaq lek për të bërë filmin, kurse diun sa do vin ta shohin apo do jepet të uzepet, kështu që e jap aty qis jo Facebookut 100 euro promotion. Po. Që tani ndryshon se një reklam në film është ka tjetër vlerë, ka tjetër prestigj, nuk ka limit kohor. Është e përjetshme, nuk do ta harroj kjo pjesë. Domethënë nëse i film prodhohet dhe unë kam lënë X telefon në plan, gjatë gjithë jetës, sikur edhe mas 200 vjetësh shihet filmi, e ke po reklam aty. E ke po ti po. Kupton? E ke me imazh, e ke pjesë një ngjarje, të fut me bukur, pjesë historisë, mund edhe ky elementi që fut kompania jote mund zgjidhë edhe ngjarjen, mund të jetë një gjë që mund shpëtojë jetë, mund të thon. Kështu që duhet të jesh dhe javë që të mbushësh me një. Që sjellësh gjon bukur. Ke dal fiks, pra qëndron ngjoç. Jo të gjithë e arrin. Ngjoçit e pjesa që sa tafti jemi ne për t'ia shpjeguar atyre që ta kuptojnë ata, apo sa duan ta vetë ta përqafojnë të ta mbështesin. Është film tjetër që bëhet deri, s'ka shkuar së orë 12 apo? S'ka shkuar së orë 12. Ora si shpejt po plasë llan do të thonë se zjarre kjo. Vajmë, volti hamaj se mbyllir se na vran. Do këtë kullu në njoni llogaritë, në njoni do këtë vujt me grunë vetë, do këtë thonë kur ato s'pi plasë mron. Përveç ti. Unë për ty e thuj ditë për ty. E dia ti? E dia ti? Jo. Me gitarën për ty e thuj fare? Apo si ti? Jo. Ata tregoj histori të lezer, mos ta. Ha? Si një ladri. Ajde, s'kom qenë herë me mision t'il, e shishi, ja? Hera parë që më shifi kështu. Jam dhe i lodhe, jam i kam. E ke seriozisht? Qa? Të rëgjë histori të shkurtë, ma? Jo, që s'ke qenë herë me emision kështu? Ka që rahat shue? Jo, re. Për zotin, ja, pa mirë se kuadë televizionit tje për... Si kështu? Jo, po them për rahat, o bu. E shivje kamat se ka 4 orë që fletë plako, dhe mor lek tani, se shkoj të pak me... Shivi që kamat se në orë më të vitë, jemi në rek e të dyja. Jo. Jemi në rek, dhe lejmë kështu si që. Ta themi atë historinë, po? Ju më ta thash për mirë, se mësë me për thej për mirë edhe? Për zotin, po? Oke, tani filloj intervista nga e para. Ka e para tashe, me energji të reja. Jo më burë, jo se më rahat. Jo më që para, Ki thot ma thej për keq. Më të kënash. Tani, kështë qenë i eri ko, pa për para, një histori që më shtonë, se më së kam përjetu. Në kohët e Enverit, shkoshin tani për para, para jetës time pra. Shkoshin e për dasmë këto orkestrat dhe në lidheshin një tufto, doshin me kap në i dorë lek. Tashi, i orkestre, ky që i biti kitarës, për i dasëm i qes mua, nuk e di se që kishte ndodhë. Edhe nuk ishte i gatshëm për datën. Tashi, po i këto ishin i tufë, edhe nuk kurse i vije i reja i bita si bite kitare, sa njoni ishe me klarinet, njoni me... Muloshin të tjerët. Edhe i bishin të tjerët më fort. Edhe i thonë, kapi njoni aty ke grupi vetë i shok një të lagjës, i thonë, hajde mërë se kene i dasë, t'japë gitarën e kap në i lek, merë në ti pjesën tate, pagu. Urëzdimi i rarë kishtë tonë kjërë. Hajde, s'ka që se zhjë. Edhe kishin qenë dasëm, kishtë fillu dasëm, a këj bëjt katë siguri, bia se prekte hiq. Në mregu. Ka funi, u fillon njerëzit të i ra pia më kokë. Ene, i daja nuk e di se qa i ishte, ju fiksu i kongë ati. Që ishte me gitarë. Po. Ene i thoshte, këtë do ma kapë që thoshte. Që të kapun tyre. Që ka bëka, ore, kishë shkuen, nuk e bindë të kjo, se s'kishë qa bodi i shkreti. I kishë thonë, o ma kap, o të vras më këto. Do të kap daja, mëse kapësh. Qa thuti kishë thonë kjo? Kap kohë ty, u për ty e thuj fare, kishtë thuj gitarë. Se zgjithë të mos kishë i bote. Që në bote i thëtë. Kap qafe, respekti pa pap që ke bote i për mua. Ti thuj me gitarë, në më kongën ma kap. Ti i bina jere? E kom lon. Fillova to e mësu i ko, e lash. A mërë mo. Ma bone këtë video.
Isha mësuar e pa nëpër TikTok. Po flasim për gitarë, pra bleva gitarë, vjen pa lash, nuk e mësova. Do ta mësoj. O, zati valla, ka me gjeshtë, e pa gjumë burë, i përjetojmë emocionet shumë kollaj tash. Po që e mësove, si e mësove vetë, e mësove vetë, më të mësove në një. Të pa video. Të pa video në YouTube. Me qaj bjet? Me të majtën e i bjet e me djatën? Me djathë personalisht. Me djathë. Pa. Nga pas bëk të nuk Jo, me pas okay. me sa tera është, po pa tera fare, nuk i bjet dhe pa tera. Pa tela varet kush e bi, po unë si bi. Unë si bi do t'as me tela. E ka si ajo, si ka thonë ajo, s'marrohet fare dhe për spagun, e ka pa tera fare. Po projekte tjera, qa? Projekte tjera, do zbulojnë vazhdim. Kemi në vazhdim si gjona që do dalin. Po... Ke pas edhe një tjetër, një serial, ku ke qenë pjesë të një serial? Po, te prokurori. Prokurori. A i ka dalë, është shfaq apo është akoma? Është shfaq vetëm episodi i parë piloti, edhe pritet që në vazhdim të mbyllet sezoni i parë të kryet. Do thonë, por që sa seri të ketë si sezon? Sezoni i parë ka 12 episode. 12 episode. Po. Atë se çka kemi të freskët tani, keni Udhtim në Pranverë. Po. Në Cineplex pas datës 13 mars. Keni shumë afër. Filmi i keni parë. Marinin, producent, aktor, ki edhe pjesë e këtij filmit. Pastaj me prokurorin dhe me projekte tjera. Kemi pas shumë angazhime dhe lodhje, edhe tani jam i lodh, edhe kërkojnë ndjes nëse duken pak i lodhur në fytyrë, po orët e gjumit nuk e kemi pas në rregull shumë. Kemi pas goxha, jemi në sprintin final. E mirë kuptoj dhe e kam parasysh atë gjithë atë përkushtimin dhe gjithë atë dëshirën tënde që i e dhën maksimalisht kësaj gjë që realisht është një lloj krijese, le të themi. Patjetër që konsiderohet e tillë. Gjithsesi shpresoj që t'ia vlej mundi në fund, shpresoj edhe njerëzit të suportojnë, të mbështesin, të vinë kinema, ta shohin filmin, ta shohin çfarë është bë, se do mbëhet çevi që normalisht ti film bëhet që ta shohin sa më shumë njerëz, edhe shpresoj që kush do vi do dalë i kënaq. Do shohin diçka të bukur edhe do ketë impakt mirë. Kështu që si është presim tash? Çfarë rezervoj ardhmja? Po mendoj se do eci mirë. Je besim plot, e she gjithmonë ke një dritë në fund, patjetër. Jo vetëm për rastin konkret, je si natyrë vetë. Po, vetë si natyrë. Mundohesh ta ushqesh vetëm më shumë me energjinë pozitive se sa. Po. Normalisht aty e mbaj fokusin. Jam një tip midis realistit edhe optimistit. Jo optimist, po edhe realist fare jo, se duhet të shoh gjërat i çik mirë për të ardhmen. Plus kam pas dhe një gjonë jetë që çdo sfidë që ka ardhur, ja kam dalë, nuk e di se si, po thjesht natyra e ka sjellë që më ka sjellë më marr. Kështu që mendoj që pse jo mos vazhdoj kështu. Jemi besoj në rregull me ligjin, me shtetin. Me veten, kjo është e rëndësishme. Kështu që nuk e di çfarë. Unë bëhet qevi që i njeri kaq pozitiv me energji shumë të mirë që transmeton edhe për tjerët, që atë që cekën pak më parë shumë rëndësishme që ti nëpërmjet gjërave që ti bën, mundohesh të lësh diçka në shoqërinë tonë, por edhe të sjellësh edhe një frym tjetër që për të, le të themi, për të degëzuar deri diku atë energjinë negative që mund të ketë për shkak të politikës, ekonomisë, problemeve sociale që ka në shoqërinë tonë shqiptare, ti të na hapësh sy deri diku në atë se çka bën vetë në fushën tënde, profesionin tënd, pasionin që ke, na japësh pak nga jeta jote. Të uroj shumë suksese. Faleminderit shumë që gjete kohën që bëj pjesë. Shumë faleminderit se mos godit edhe mikrofonin, po anazhuar, po faleminderit. Ishte kënaqësi, u kënaqem, me thënë drejtën, kënaqem, më kaloi kohë shumë bukur, se di do të ketë shku shumë, ë. Që kënaqësi duket 10 orë. Jo, do të ketë shku shumë, tash që mendoj se janë folaj shumë gjona, edhe tash më hikën fare, kupton, nuk e di, duket sikur
Duket mos e kemi të kaluar, po s'ka minutazh. Nuk ka minutazh. S'ka minutazh. Ja, po mirë më burr. Po mirë, në rregull që kemi. S'u kisha frikën se u çutë ajo. Tash ore, mos ka shumë na për zonë. Jo, nuk ka. Se gjithë rritë e kamerë për balë, edhe tash ore. Edhe këse, hapër të në këta në hikë, Jo, nuk e. E po mirë, Nuk është ajo fakt. Jemi pritur sa herë realisht ta them me gjithë zemër dhe unë këtë thirrje kam bërë gjithmonë edhe për ato që na ndjekin ose me ato gjëra që kemi bërë. Ky është kanal, është juaj i njerëzve që kanë dëshirë të japin diçka ose janë si ne, mundohen bëjnë diçka për këtë vend. Edhe pse ne nuk e di se ç'a përshtypje ose imazhi kanë krijuar tek ti, atë se ç'ka bëj, por një pjesë e njerëzve për mua të paktën ose për pisk më thonë që ky është ai njeriu që më thonë zatallet me njerëzit ose ngacmon njerëzit ose Jo. Duket varet është çështje perspektive pastaj. Po nuk ke për të radhë kurrë në paqe me të gjithë. Është një gjë që dihet. Jo, këtë e kam xhep, e kam gjithmonë më me vete edhe ja them edhe të tjerëve. Mjaftoj që në fund ditës të paktën të jemi në rregull me ndërgjegjen tonë. Jo, me të thënë drejtën me 2-3 pasazhe që më dhe ti më ke shkuar pak, kupton? E kam shumë seriozisht me këtë që po them dhe do ne nga me vetdije pa vetdije bëjmë edhe gabime, kushdo. Po. Që të gjithë më? Ata që na ndjekin janë ata që na korrektojnë, na kontrollojnë, na sugjerojnë, na këshillojnë, por duhet marrë parasysh edhe që tregu është shumë i vështirë për të qenë pjesë e këtij tregu që ne bëjmë, paktën kjo që bëj unë që është intensive dhe e përditshme. Shumë e vështirë. Tash ti je publik, domethënë të krijosh ai shumë materiale, ai shumë content, je edhe shumë i prirur që të gabosh apo. Sa më shumë të shfaqesh para njerëzve, aq më shumë je i prirur të gabosh. S'dalim si puna çështjes Big Brother. Ti vetë përderisa i marr një pjesë të videove të mia, për shembull ato si çan ka ndodhur mua rastisht ose në terren në punën time të përditshme. Si të ka ardhur ty ajo? Shiko, nuk e keq kuptoj atë pjesë, njerëzit tani nuk mund të thonë që pse i tall njerëzit, jo, është drejtimi. Ose të pjesën ngacmuese, ajo që ndodhi midis nesh pak më parë për shembull. Ja, po nuk merret personale ajo. Ai ishte diçka e momenti që Robi unë e konsideroj që e ka fokusin vend tjetër dhe ti gjen momentin kur ai është pak le të themi i humbur tek ajo pjesë dhe ti e orienton ku nuk është dashakëse. Jo, nuk është ashtu. Si ishte rasti i kitarës pak më parë bashkë por ajo nuk ka mund ta quajmë banalitet të tjerë, por ne po flisim për gitarën. Shiko, okay, mund të ketë nën kuptim i gjoh, po nëse e thon në mënyrën e duhur, domethënë pa u bë, domethënë të jetë brutale. Po. Është okay, pra që son çefet, e kupton? Domethënë që mos të jetë dukshëm për një qëllim të tillë. Po. Domethënë që njerëz paktën ose që edhe nëse i bëjmë këto batuta, mos paktën fëmijë të paktën që nuk janë pjesë e kësaj gjëje, ta kenë këtë njohuri, mos ta kuptojnë. Paktën ta kuptojnë vetëm të rriturit, që janë të përgjegjshëm për vete. Kështu që ajo nuk është e keqe, ajo është thjesht një lojë, është diçka që krijoi humor, u shkaktu të qeshura, u kënaqëm të dy, e të tre, të katër, 500 veta se. Sa veta janë këtu, janë gjithë me njëce se e kemi audiencë që të jemi kështu. Po. Ta përjetojmë gjithë atë. Duket sikur po na shohin. Për ta mbyll du një nën këzë tani, duhet të bësh edhe një përshëndetje ose një përshëndetje për këzën. Për këzën. Atëherë, nuk e kam takuar asnjëherë. Se ke taku? Ti e ke taku? Unë kam taku. Ti e ke taku edhe të ka taku. Vesh tu mraf. Ka taku mirë. Jo, thjesht për shembull, duhet që sigurohem që çdo ripërdorim ose çdo rikrijim i kontentit edhe i fjalëve që ka thonë nuk ka qenë asnjëherë për dashakëse. Jo, as pak. Për asnjë nga personazhet që mund të kemë marrë dhe vjen ke profilim. Është thjesht marrja një momenti dhe rikrijimi. Edhe unë nuk e shoh si tallje as pak, e shoh si rikrijim, ripërjetim të atij momenti, sepse unë në këto rrethana them. Unë këto rrethana. Nëse ty të ka godit këzja, tani çaj ngacmoj atë që ta godiste, e kupton? Nga nxorri, nga çfarë përjetoi, se çdo gjë ka justifikim, e ka arsye, e ka diçka që të bën ta ndjesh gjë, bën ta ndjesh, kupton?
do të bësh telefonate, ke nevojë, pse do ta marrësh telefonin, pse do të telefonosh? Ka një arsye. Çdo gjë ka arsye, kështu që nuk është personale, nuk është dashakeqëse, i justifikoj veprimet e njerëzve që i bëjnë, sepse gjithë kanë një arsye, të mira apo të këqija, pastaj nuk është në gjykimin tim se si është veprimi, kupton se njerëzit edhe gabojnë, po nuk kam asgjë ndaj Nën-Këzës edhe ndaj të gjithë personazheve që kam në rrjet, është thjesht rikrijimi i situatave edhe as pak tallse. Thjesht përjetoj emocionet e njerëzve që kanë qenë në atë moment. A ke një përshëndetje për Këzën? Një përshëndetje për Këzën. Shumë faleminderit për kontentin që na ke dhënë. Mund të kesh bërë kaq shumë njerëz për çesh, mund ta kesh rregulluar ditën edhe pse tani ndoshta edhe ku diun mund të jetë ngarkuar nga kjo pjesa e famës ose e shpërthimit që pati, se nuk është e thjeshtë edhe në një moshë ka pasur po miliona shikime, realisht ka pasur mund të jetë një nga personazhet më të lakuar të online-it. Me një shtrirje të tillë, me një përhapje të tillë, nuk ka vetëm njerëz që janë dashamirës ose të kujdesshëm për një, për ty. Kështu që mund të jetë përballë edhe me ofendime që nuk i ka për borxh ti mori, paktën në këtë moshë, asnjë njeri nuk i ka për borxh, çdo moshë. Kështu që më vjen keq nëse do kishte ndodhur situatë të tillë, nëse do ketë përjetuar keq. Po nuk ka pse më keq, domethënë nuk duhet ta marrë keq se tani flasim pas se dalim nga pjesa rrugaçit, pjesa më e madhe do të ngarkojnë. Edhe nuk e meritojmë ngarkohemi në fund ditës apo për çfarë? Ose për shembull flasim nëse mund të jetë dikush pak në Nën-Këzë e bësh shumë virale e zem si shembull. Mund dalin lloj-lloj njerëz dashin rrugë pa kontrolluar që ta ofendojnë, ta ngacmojnë, mos ta lejnë të ketë paqen e vet. Ta tejkalojnë, po normalisht çdo gjë ka një limit. Kështu që edhe ai mund ta përjetoj keq, mund të jetë ngarkuar, edhe të paktën gjithë që e shohin do ta shohin që hajde na bëjnë ai gjë tash ti vetë ta kënaq neve me përdor si është vërtet edhe gjë që nuk është e drejtë. Shumë për tyre më thonë edhe mua, ku ke Këzën, vazhdimisht më çojnë komente, mesazhe ose edhe kur më takojnë më thonë që ku ke Këzën, pse s'ke nxjerr më Këzën, pati bum, realisht, pati bum. Dhe po aq ishte. Nuk ka ç'a mund të se duket e tepër, nëse unë shkoj prapë unë. Ne vazhdimisht jemi në terren, e shohim, pra është mirë me shëndet, dhe më bëhet qejf dhe uroj jetë gjatë Nën-Këzës, të ketë shëndet plot, të gëzoj shëndet plot, por aq ishte ajo. Nëse vjen flet prap patjetër, kushdo, siç e thashë pak më parë, është i mirëpritur, mikrofoni, pisku është për gjithë ata që duan të shprehin mendimin, nuk ka fare asnjë lloj nuance, asnjë lloj ngjyre, le të themi. Por aq ishte, nuk kemi pse ne ti bëhemi ngarkesë. Jo. Kundra dëshirës së njeriu, ajo thjesht vetë është bërë pjesë e kësaj gjës që ne bëjmë, pra të vokseve, ka qenë karakteri i saj, do mënyra se si reagonte vetë ajo që personazhi. Disa njerëz në jetë kanë fatin të jenë personazhe. Edhe kjo është. Personazhet janë ato njerëz si shef. A ka qenë ky që të kanë gjithë më shumë për te pjesë komente, vetë ti si Marin, si për komentet ne e cekëm pa kompar. Nuk ka kaluar mirë duke i bë materiale. E ke shijuar le të themi atë. Po, ka content mirë, domethënë është artues edhe për mua që ta punoj. E ke bërë me qef, le të themi këtë. Me shumë qef, se më pëlqen energjia, ose ka goxha energji, edhe shpërthan. Jo të gjithë e kanë atë si njerëz. Kështu që është interesant si personazh, edhe du ta përshëndes, qofse në një farë mënyrë anë tjetër do i shkoj kjo video, du ta përshëndes jashtëzakonisht shumë. Unë jam ai çuni që kam rikrijuar materialin, po me thënë të drejtën nuk kam asnjë energji ose A mund ta bësh për shembull do të hapi audio këtu të njerëz që kemi, a mund ta bësh për shembull mund ta bësh me gjeste drejt përballë kamerës? Për shembull se hap, ne mund ta gjejmë. Më ke rafi si e vetë do. Gazi botës. Lutem, mund. Pse është më mirë Tiranës se sa Berisha? Sepse i takon. Jo, po s'pa të rambe, Nuk jam gjendje. E di ku ta A bëllë gojle. O të shiftë me gjithë Berisha dhe me një surat. Po kjo gjithë ky materiali bëhet i herësh? Një herësh? Gjithë ti memorizon si ti deri në fund. Se kjo si rregull unë se kam provuar si herë. Jo, nga fillimi deri në fund.
nuk ka asnjë ndërprerje. Kur Nga nis fillimi deri në audio fund. deri në fund nuk mund të bësh ngjitje. Po mirë, po si është diçka se audio ecën para lëvizjeve tuaja. Dhe ti do të jesh, domethënë, do të memorizosh si çfarë fjalë ose emocioni ka, se ka dhe emocion kjo gjë. Po, Ti nuk është ti duke po thuaj një titull lajmi, kupton? Jo, Po ka lëvizje, ka ndërhyrje tjetër nga unë, këzja. Po, Por ti do ta parashikosh le të themi ku do e çoj, sa lart do të jetë. po, çdo do do të justifikosh. Sa herë mund ta dëgjosh ti për shembull këtë është 1 minutë video. Që ti ta memorizosh çdo gjë që ti japësh edhe çdo fjalë ti japësh lëvizjen e dur. Si ti lëvizjen ke edhe disa video mund të memorizoj më shpejt, disa më ngadalë, varet, po duhet ta dëgjoj disa herë, më thonë, sepse ku ka ndërhyrje, për shembull, kur është dialog, që ke ndërhyrje ti, ka ndërhyrje, ka shpull, do të ketë kërcitje atje në kohë. Po në kohë, bravo. Por të po them se audio ty t'ikën, ti nuk mund të veprosh dot para. Jo. Një gabim i vogël te sekondat e fundit edhe shkatërroj gjithë. Ma sa kam kuptuar, po s'kam tentuar, marr guximin ta them që se bëj dot. Nuk kam arrit për shembull që të bëj video edhe 3 minuta. 3 minuta, pa ndalim. Po. Kur e kam postuar e kam pre, e kam shuar 1 minutë gjys, se nuk rrin njerëzit ta shohin në gjatë. Por ti 3 minuta e ke bë sakt. Nga fillimi deri në fund. Por vetë ke lënë 1 minutë gjys për efekt shikueshmërisë për njerëzit që nuk kanë durim për parë. Për shembull, është një video njëri të fjerë që thotë s'ka ujë, s'ka pe. Po, është 3 minuta e ca intervistë. Fshatin sheq. Po, në sheq. Po, ajo është 3 minuta e ca intervistë. Unë do kisha shumë qejf që ta bëja nga fillimi deri në fund me një. Edhe e kisha mësuar, kisha fiksuar mund ta bëja. Po, vetëm për faktin që nuk rrin njerëzit shumë TikTok edhe lodhen, e kam premtë 2 pjesë. Është edhe kjo, e ke hasur edhe dukurinë që njerëzit nuk i shohin dot videot e gjata. Po sa do të jenë bukura, të jenë Jo, edhe videot e shkurtra, mendoj unë, paktën me sa kam zbuluar vet, duhet të kenë një hyrje të fortë. Pra e goditja do të jenë fillim, fillimi, do të kapi fillimi herë. Pastaj vazhdimi është më pak i rëndësishëm se fillimi. Fillimi do të jetë i fortë, do të kesh veprim, një gjë që ti mbaj, do të jetë 5 sekondat e para, ose 3 sekondat e para është ideal. Ajo me takimet. Kështu që përshtypje. Është impakti i parë, domethënë. Nëse ti e scroll, domethënë kjo është lëvizje që e bëjmë gjithë. Sa pëlqej gjoja heq, nuk e lë deri në fund. Kështu që nëse kapi scrolli, domethënë ngjehet se kapi scrolli, i jep 1 sekondë, 2 sekonda, 3 sekonda shon videos, posta dha i gjë të fortë të fillim, shumica njerëzve janë. Përse do harxoj kohën me ty thotë? Ku mund të shoh tjetër që është poshtë? Është e vërtetë, dhe kjo është sfidë në vetë dhe është artë në vetë gjithë kjo se çka bën Marini. Jo, e kam është realisht, është realisht. Besoj që e vlerëson. Jo, patjetër unë si natyrë, si karakter tim, si nuk para bëj kështu lajka gjëra kështu, por realisht unë të ndjek, kam ndjekur vazhdimisht dhe kemi pas edhe këtë komunikim, është hera parë që takohemi person live. Dhe kemi folë dhe ke qenë nga ata që edhe më ke kthy përgjigjesi, ka edhe nga ata që përdorin diçka si duam, kjo është kontenti imi, kupton? Por ti ke sjell dhe unë jam shumë pro njerëzve që risjellin gjëra në formën e tyre. Pra këtu kam edhe mesazhe për mediat ose ata që janë sot le të themi padronët e fjalës lirë të Shqipërisë. Kjo është pelë kjo që the. Jo, është vërtet. Zoti, kjo është pelë kjo që tha. Kjo është pelë. Padronët e fjalës lirë. Fjalës lirë, po. Ua! Qa paradoksi. Filloj me shumë e mundë. Jo, vërtet, paradoks. Është paradoks. Padronët e fjalës lirë. Ti fjala është e lirë, po ka padron. Lezetshme pëlqeu. Si çdo me kjo ishte kuota. Kop me thash. Kjo ishte kuotë. Nuk e di mund ta kesh thon sot për herë të parë. S'kam ne biletë plak çat jap tani si po bolaj kam mund. S'kam bileta, ti bileta tuaj dhe pa puna. Por di ishte tani as. Po prezant se çoj. Ha? Apo do të fiksh kamerën pas atij. Hajde, not në mi. Po plak, bëj mbyllje. Do ketë pjesë dytë, do ketë pjesë dytë. Po, do ta bëjmë serial. Do bëjmë. Ça do ndodhi kjo sezoni 3? Sezoni 3. Marin intriga pafund. Të falenderoj shumë, sinqerisht. Faleminderit ty. Faleminderit juve.
Se, nuk është problem që themi që ka personazhe pas kamerës, a? Jo, është shumë e rëndësishme. Shumë e rëndësishme, falenderoj. Nuk para përshëndetjem prapë nga padronët e fjalës lirë, nuk përshëndetjem. Padronët e fjalës lirë apo që duhet përshëndet tash. Është ajo që theti pak më parë për figurantin e filmit ose kush është personazhi kryesor i filmit, por ndërkohë që janë shumë mbrapa që ai që merret me koloret, ai që merret me dritat, ai që merret me kamerat, ai që merret me një gjë fakt interesant. Aktori pavarësisht se si audiencë është hallka e fundit e zinxhirit në film. Është gjoja e fundit që menohet aktori. Kur jenë set. Se duhet të sillet çdo gjë rreth aktorit të perfekt. Në momentin kur ti je në terren për të xhiruar, është i fundit valla që thonë valla ama kur ti valla i thotë. Trajtohet shumë mirë për aktorin. Aktorët do të marrin plumb dorës, duke qenë se do lëmë gjendjen emocionale vet. Por ti merresh me audio, merresh me këtë, me tjetër. Çdo gjë 20 veta do të jenë koordinim, momenti i perfekt, kaosi pa parë, pastaj kur ti aktori do të jetë çdo gjë llokum. Që vetëm ti jesh në gjendje që, domethënë po. Gjitha të grup vetëm për një moment. E kupton? Sa rëndësishme është. Që është hallka fundit aktorit. Shumë rëndësi ka pra skena pas nuk e kuptojnë njerëzit se dinë. Nuk e dinë. Kështu që duhet të japim kreditet atyre që s'duken shumë herë më shumë se aktorët ndonjëherë. Kështu që jo ndonjëherë po për herë. Për herë. Unë të më falenderon edhe më thotë që pse është më mirë Tiranës se sa Berisha? Nuk kam gjendje më. Do çopim do vish herë tjetër vëlla. Do vi herë tjetër i përgatit, gjendje emocionale. E ti ku ta heshtamo, e ti ku ta heshtamo. Ai bëj kush është me Tiranë, lutem, vetëm ka shiftë me gjithë Berishën dhe me një suratin ta. Po jo. Me ty kam. Ë? Me ty kam, me gjithë suratin tash. Me suratin tim, ma drejtoj pa prandaj ma drejtoj me telefonin e. Miq, u knoq. Nuk flas më, myllë, nuk flas më. Më fal. Është emisioni jot, na miftu. Si ma ngopi më plago, e? Jo, këtë drejt, për këtë pjesë për sotë, këtë drejt. Këtë drejt se... I këtë ashtë se jele pa bukur, po. O plago, është hera dy që ma thonë dhe më, në li pa bukur. Për shumë, tu së restorant, tu podcast e shumë. Në li pa bukur. Në li pa bukur. Ajtë se jene mje. Majnë. Po fiki qik të drejta dhe të ekspojirë, që të bërë. Fike drita të burë që për zonë më bërë. Fike. Ne e qelë se në të këtë dera se të dash vetë. Si puna aty lokali, në linë edhe qelësin aty, në linë dera. Ne qelësin aty se ta jam. Nuk bëjmë bu, nuk ta vejon, më thë. Ku e Leni? Fike. E Leni poshtë karrikës, ta vëllinës? I kën drita. I kën drita ta? S'kena paguajt energjinë. Miqe, te Cineplexi, që të uja dhe Tegu, pas datës 13. Korrekt, që na kapin ndriçimi. Keni Marinin aty, duhet shkoni me patjetër, unë do jem. Realisht është për t'i vlerësuar dhe për t'i mbështetur ta njerëz që marrin iniciativa të tilla që në fushën e tyre dhe për ne si më rëndësishme është që për ne publikun, për audiencën, për masën, gjithë ata që ndjekin ato gjë që kanë krijuar, nuk e them pak, është 2 orë, është një film që ka fabul që t'jep përjetime nga më ndryshmet për ta ndjekur dhe për ta vlerësuar. Dhe njëherë të uroj shumë suksese realisht me gjithë zemër dhe uroj që të kesh të disatat, të kesh prodhime tjera shumë e më shumë. Faleminderit, kënaqësia ime. Miq, ju përshëndesim, uroj që ta ndiqni dhe të shiheni në vazhdim. Faleminderit, kemi qabe se, myllim.